Zëvendës kryeministra dhe njëherësi ministri i infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku njoftoi përfundimin të investimit në stacionin kryesor energjetik të qytetit të Lezhës. Balluku ndahur në rrjetet sociale pamje nga në stacioni energjetik i Lezhës, teksa bërë të ditur se ky investim fuqizon në stacionin kryesor të qytetit dhe është një projekt i realizuar nga operatori i sistemit të shpërndarjes. Në kuadër të këtij investimi janë instaluar pajisje bashkëkohore dhe një transformator me fuqi të shtuar që pritet të sjellin përmirësim të ndjeshëm në cilësinë dhe qëndrueshmërinë e furnizimit me energji elektrike, jo vetëm për banorët e Lezhës, por edhe për zonën turistike të Shëngjinit, e cila tashmë furnizohet me rrjetin 20 kW. Balluku theksoi se ky projekt është pjesë e planit kombëtar për modernizimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe përgatitjes së infrastrukturës për përballimin e ngarkesave të larta gjatë sezonit turistik dhe jo vetëm. Investimet e tilla jo vetëm përmirëson jetën e qytetarëve dhe bizneset lokale, por edhe mbështesin zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë në tërësi, u shpreh Balluku. Ky projekt vjen si pjesë e një seri investimesh strategjike që OSSH po zhvillon në të gjithë vendin me qëllim përmirësimin e shërbimit energjetik dhe rritjen e sigurisë së furnizimit për konsumatorët fundor.